Ju përshëndes të nderuar shikues në Atlas Njerëzor këtu në Blu Televizion. Ai është personaliteti i njohur i kulturës, jo vetëm në Vlorë, por në mbar vendin, edhe jashtë vendit. Në CV-n e tij kryefjalë është folklori. Do t'i mjaftonte vetëm festivali Aulona Folk Internacional që atij t'i jepte famën e padiskutueshme. Është Sejmen Gjokoli, të cilin unë kam kënaqësi ta kem sot në studio. Të përshëndes dhe faleminderit që erdhe në studion tonë. Faleminderit juve për ftesën. Është kënaqësi të flasësh me një personalitet të kulturës siç është Sejmen Gjokoli, dhe rëndom pyetja për një artist shumë vjeçar, disa dekadash, nis nga fëminia. Jeni sot një emër i dëgjuar, por ndërkohë sa ka ndikuar fëminia tek ajo që do të bëj më vonë Sejmen Gjokoli. Dhe kam parasysh që ne jetojmë në Vlorë, por nuk jemi nga Vlora. Dhe mjafton të shohësh rrjetet sociale, zhulati është kryefjalë. Së pari unë gjej rastin që t'ju falenderoj për këtë projekt që ju jeni duke zhvilluar në televizionin tuaj. Unë këtë e shikoj më shumë si një vlerë që i shërben trashëgimisë dhe ardhmërisë, se sa një nostalgji, por duhet të njohim ndonjëherë të shkuarën për të ditur se ku jemi dhe ku do vemi pastaj. Kështu që sinqerisht unë e gjej rastin ta përcjell këtë publikisht edhe për ata që na ndjekin edhe të tjerë pasaj. Sa për pyetjen tuaj, unë jam lindur edhe rritur në një mjedis, në një vendbanim vërtet historik, vërtet me një trashëgimi të madhe e njohur, ose që të paktën në arkivat e Francës edhe të Turqisë e tjera, këtu e 500 vjeçare më shumë, ka qenë një zhulati i njohur mbi të gjitha për shkak të një burri të madh, legislatorit të Labris, atij që bëri sherihatet e Labris, që morën pasaj edhe kuptimin e kanunit Labris, siç është Idris Sulli, pra një njeri që buri vull në Labri, dhe që edhe sot i referohen atij për shumë nga pjesë të legjislacionit shqiptar. Kështu që duke ardhur nga një vendlindje të tillë, nga një vendlindje e rrethuar me male të lartë, Maja e Pusit, Maja e Lucës, që janë të njohura edhe gjeografikisht, unë gjithmonë jam rritur me atë imazhin e një epike, e një vendi që ka përcjell gjithmonë historira luftrash, po mbi të gjitha historira mbijetese, sepse kanë qenë vende të vështira në kuptimin e mungesës së tokës apo të disa resurseve që mbajnë një vendbanim, por që kanë pasur malet aleat, dhe në këto male ata kanë zhvilluar jetën me blegtorinë, sepse ajo ka qenë kryesorja, dhe pastaj nga ato male janë nisur edhe në luftrat kur i ka kërkuar koha. Ky është imazhi i parë që ju vjen në mendje nëse mbyll syt? Ky është imazhi i patjetërshëm dhe me atë lumin e joshe që i thonë, që kalon në ato malet thik, dhe që ajo niset që nga vargmalet, po them që lidhen me golemin e Labris, me Kaparielin, kalojnë në zhulat, në fushën e Kardikit, dhe që dalin të gjitha në urën e Kardikit, që është ura që lidh këtë krahin me Gjirokastrën pastaj. Po. A ka një këngë që ju kthen ju në moshën 10-12 vjeçare? Çfarë kujton Sejmen Gjokoli? Shiko, është një këngë që unë atë këngë e kam dëgjuar thuajse në të gjitha dasmat apo davetet e Labris. Zhulati ka patur shumë tradit vallen, sidomos vallen e burrave, vallen tradicionale të Labris. I mat është një nga dy
burrat me emër që kanë kërcyer këtë valle, domethënë Ali Gjokoli i mat me Mustafa Shabanin, dy burra që po të pyesësh gjithandej në krajinë e Kardëqit se në zhulat po se po, do t'i citojnë të dy këta, sepse ishin një dyshe që në rreshtin që përbëhej vallja e fshatit, këta ishin prisit dhe që bënin disa gjeste, disa lëvizje tjezakonshme. Unë vetëm një herë kam patur rastin në jetë që t'i shikoj këta dy në valle. Mbasi ata ndërkohë u moshuan, edhe thuaj se e prenë, edhe kur i kërkonin për ngjirokastër apo kështu, ata vetëm një herë kanë hedhur në valle në Kala, po jo në festival kombëtar. Atëherë nuk e ndjenin kështu sikur nuk do të ishin në gjendje më ta hidhnin siç ata e hidhnin kur ishin dje me burra. Kënga që më ka mbetur është, do të them një këngë vetë, këngë trimi le të jetë, në 6 vranë zhulet, Idrizi me 40 vetë, Idris pallëve të timat që unë gjitë bregut me mëlqina, shkon plumbi si bubuzhima, prite orakit Delvina. Pra bëhet fjalë... Kjo është kënga për 40 trimat e zhulatit. Kjo është 40 trimat e zhulatit, kanë rënë në qafën e 6-ës. Dhe ti e ke dëgjuar për herë të parë? Ose në lëkurës, dhe unë e kam dëgjuar dhe më është ngulitur, sa kam njohur vete. Dhe ajo që e ka përcjell pastaj këtë histori, zhulati ka pasur një nga repet më të mëdhenj që ka pasur gjithandej jugu. Atje ka qenë rapi i kuvendeve në shesh, në qendër të fshatit në Baldës, dhe atje ka pasur një plak që shkruante: populli në fuqi nderon kujtimin e 40 trimave nga zhulati që ranë në luftën e qafës së 6-ës në prag të lidhjes së Prizrenit, sepse ka qenë viti 1878 që u bë lufta kundër andartëve grek që dolën në Sarand, ka qenë e gjithë Labria, ka qenë bregu i detit gjithë, por e thot dhe historia, e kam dëgjuar dhe nga të tjerë, jo vetëm që kam lexuar unë, që zhulati është quar edhe për masivitet të këtyre djeme e burrave, po edhe për trimëri. Sejmen Gjokoli, ishte folklori një zgjedhje, apo ishte një fat që ishte shkruar që në lindje? Shiko, kam krijuar përshtypjen që disa gjëra, sidomos në raport me folklorin, ecin në gen. Unë, këtë gjë kam të përjetuar, sepse ashtu si dhe shumë të tjerë familje që ishin shumë persona, ishin familje të mëdha, ne kemi qenë 6 vëllezër dhe një motër. Llogarit unë jam i vogli, llogarit me një baba që këndonte dhe hite valles të jashtëzakonshme, po dhe nëna jo keq, bile nëna kishte dhe një aftësi që edhe lidhte vargje, edhe thurte vargje, dhe unë kam përshtypjen që ndërsa për këngë valle i kam gjarë babait, për të thurur kështu, se edhe unë kam qejf të thurë gjatë në muhabete ndryshme nda vete, do me thënë, ka qenë ajo hite prit. Edhe unë them që kjo duhet të jetë në gen, absolutisht, sepse ne kur mblidheshim, bënim një këngë do me thënë që unë kur dëgjoj sot shumë nga këngët tradicionale gjithmonë, sepse ka një ndryshim të madh, ne ndoshta do të flasim më vonë, nga kënga e asaj labërisë së parë që do ta quaja unë me këtë labërinë e sotme. Edhe mua gjithmonë më kanë mbetur në mendje ato këngë që vijnë ashtu në originalitetin e tyre. Kështu që them se kjo e ka ndarë, domethënë lidhja gjaku të shkruar fati, lidhja e fuqishme me folklorin. Përmende pak më parë që ishit shumë fëmijë dhe të gjithë këndonit dhe kërcenit njëkohësisht. Me që jemi këtu, por në familjen tuaj e keni trashëguar këtë? Shiko, unë di këtë,
që fëmijët e mi, sepse unë kam 2 djemë edhe 1 vajzë, të paktën vallen popullore hedhin në mënyrë të shkëlqyer. Jo vetëm sepse 2 prej tyre kanë qenë edhe në këto kurset e valleve me të ndjerin e të madhin Jani Gjergji, kanë marrë pjesë, po edhe ti me bi, se vinën unë kam pas raste, kam marrë edhe me asamblin deri në Lituani. Pra shpirti është. Apo Alioni që ka shkuar deri në Maqedoni, në Strugë e tjera. Pra, si duket edhe këtu ka ecur, do me thënë, po flasë për atë vallen apo atë genin e kështu. Është geni, po gjithsesi ju e keni kalitur dhe ata jo. Të paktën ata mua nuk më shikojnë me kështu që është ky babai jonë që edhe pse është një inxhinier, edhe pse ka një diplomë, edhe pse ka mbaruar Universitetin e Tiranës, ky merret kaq shumë me këtë folklor. Edhe unë gjykoj që kjo është një vlerë për një familje. Vlerë është patjetër. A ka patur raste që kënga ju ka mbajtur në këmbë? Kënga, për atë që e ndjen këngën, është gjithmonë, për shembull sa herë në raste, sepse ka edhe gjëra që ndonjëherë nuk shkojnë, apo gjëra që njeriu ka një stres. Unë sa herë vendos këngë, apo sidomos tani që janë krijuar këto mundësit në YouTube që nxjerr edhe atë këngë që ti do, edhe është vërtet shërim xhani. Do me thënë, unë e besoj atë që Fanoli ka thënë që kur të vdestëm përcillni me një këngë labe, edhe këtë e kam kujtuar edhe para pak kohësh kur vajza e Naum Priftit, që është në Amerikë, ata i kanë kushtuar Fanolit një këngë që tekstin e ka bërë pikërisht ky Naum Prifti dhe Dionis Bubani, për ta kënduar në 100 vjetorin e vdekjes ti, dhe ata tani kanë kërkuar që kjo të këndohet nga një grup polifonik, pasi atëherë nuk u mundsua. Dhe vërtet, këta janë nisur nga kjo që Fanoli ka thënë. Bravo. Sejmen Gjokoli, duke qenë tashmë edhe një këngëtar, duke qenë kaq i apasionuar, çfarë ndodh brenda jush kur fillon dhe merr jetë Isua? Sa për këngëtar, unë këndoj për qefin tim, në kuptimin kështu, por më është dhënë mundësia edhe për të kënduar, edhe për të regjistruar këngë, natyrisht kur kemi qenë të rinj, kur na duhej që të organizonim grupe dhe që të bënim grupe, por për mua kënga është një dashuri, është një vlerë që unë e kam të pandar në qenien time të jetës, dhe sa herë që nis një këngë, sidomos ato këngët e tabanit, këngët tamam, këngët vëndshe, këngët që kanë ardhur si trashëgimi, jo këngët që pasaj ne të tjerët pas jemi munduar që të futim duart e të veshim këtë të evoluimit, por në qoftë se edhe ky evolimi ka një mas të caktuar, se pastaj ato kalojnë në degradime dhe në kështu. Kështu që unë gjithmonë një këngë mua më hap një dritë, më hap një horizont kështu për të parë që jeta, sepse jeta kështu ka ardhur përmes këngës, ka ardhur përmes dertit, ka ardhur përmes vajit, ashtu siç i kanë rënë njeriut në pjesë. Kur thash që jeni këngëtar, kam parasysh patjetër vitet e fillimit, sepse kam parasysh të themi atë debutimin tuaj në festivalin e kombëtar të Gjirokastrës, të vitit 1968, kur ju ishit ende një adoleshent, apo jo? Po, shiko, në feminin tonë, sidomos deri në klasën e 8, në çdo aktivitet që bëhej në Gjirokastër, ne do të ishim si shkollë e fshatit, do të përfaqësonim folklorin me ato këngën tonë tradicionale, me vallen tonë, edhe unë kam qenë pjesë e këtyre, sepse, do me thënë, vetëm
pa kohë më vonë ndodhi ajo që është një valle që është kthyer në simbol të fëmijëve të Labërisë, që është një grup i fëmijëve të Fushvërisë, janë patos nga Labëria. Kështu ishim dhe ne, pavarësisht se ne nuk arritëm që të regjistrohemi apo të ishim në nivel, sepse ata vërtet arritën një nivel shumë të lartë ata fëmijë, unë i kam në sy. E vërteta është që unë në 68 në festivalin e parë, u vetëm kam asistuar si shikues në Kala. E kam akoma edhe sot e përfituroj atë rrugë që kam bërë në këmbë nga vendlindja ime nga Zhulati deri në Gjirokastër, që është rreth po them 20 më shumë kilometro, vetëm për të ndjekur festivalin Gjirokastër. Atje bazën e kisha sepse kisha tim vëlla që ishte me punë Gjirokastër, dhe mua më kishe prej fillimit të festivalit deri në mbyllje më kishe atje. Dhe me që jemi këtu, më duhet të them që dhe në të gjitha festivalet që erdhën më vonë, unë kam qenë i atashuar në Kalan e Gjirokastërës. Përveç të 83-shit, që më qëlloj fati që të isha edhe vetë pjesë e festivalit me grupin përfaqësues të Tepelenës. Po të shikosh të atje të Kënga e Bënshës, jam dhe unë niso, po të shikosh në vallën e Kurveleshit që e heqa Lush Milori, një nga valltarët më të famshëm, jo vetëm të Kurveleshit, të Progonatit, po të gjithë Labërisë, atje jam edhe unë në valle. Sepse thash që valleja është pasioni im. Ka që vërtet është kjo, sa që mbas viteve 90, nga dashuria që kisha për vallen, unë u lidha shumë me grupin e Vranishtit, me ata njerëz aq fantastik, ata valltar të shkëlqyer, me Arap Xheloleskën me shok, Sinan Gjolek në Spirocinon, dhe unë me ta kam hedhur valle deri në Hamburg të Gjermanisë. Dhe tani këto janë kujtime që janë kaq të bukura dhe që ty të kanë lënë bresa. Në jetën tuaj artistike, çfarë ju ka përlotur? Ka një moment? Shikoj, apo janë disa momente? Njëherë janë disa momente, sepse unë të parën, ato prekjen e parë, sepse kënga ka dhe vargjet që janë disa vargje që të rëmbejnë, po dhe të futin në një botë kështu tjetër, edhe në këto tasmat apo gostit familjare apo kështu në për këto këngë, unë sa herë kështu që jam mbushur në kuptimin e asaj nostalgjisë për njerëzit e dashur, për njerëzit e mi, edhe jam prekur shpejt. Ndërsa shumë vonë, më kujtohet para pak vitesh bilet duke u kthyer nga një rrugë nga Shanghai, nga Kina, për të kaluar rrugën, sepse është 11 orë ai rrugtim që je në ajër, dhe më duhet përdorja kështu muzikë nëpërmjet celularit dhe kufjeve, dhe kur më ka dalë një këngë e Bolenës, shkruar nga Nertesi Aslani, një rapsode, një poetë, një vjershtor i jashtëzakonshëm, edhe që e këndon Fatbardha Hosi Ibrahimaj, unë nuk e di pse, por vetëm kur pash që lotët kështu më kishin zbritur deri poshtë, në 11.000 metro lartësi, 11 kilometro, dhe këtë gjë nga që më bëri shumë përshtypje, jam përpjekur dhe ta shkruaj edhe ta përcjell. Emocione të bukura këto. Sejmen, jeni drejtues i grupit Bilbili. Tani ai nuk është më thjesht, domethënë, një ekip këngëtarësh, por njëkohësisht është edhe familje. Është një familje madhe për Sejmen Gjokolin. Kur e krijuat grupin Bilbili, menduat që rrugëtimi do të ishte kaq i gjatë dhe kaq mbreslënës? Frosina, më ke dalë tek një debulesa ime, të një dashuria ime e madhe, por mbase është rasti që unë për herë të parë ta them që se si lindi kjo ide për ta bërë këtë grup. Sebeb është bërë pikërisht grupi i Vranishtit,
Muhamet Tartari, nga rapsodët, po edhe organizatorët e talentuar të Labris, ata mua më bëm pjesë e grupit Vranishtit në vitin 1994, në një ftesë që ata kishin për në Gjermani, për në Hamburg, edhe unë u bëra pjesë e tyre për shkak të këtyre lidhjeve që unë kisha krijuar me ta. Aty në Hamburg, unë pash që kjo ftesa nuk ishte bërë as nga shteti, as nga ndonjë institucion kulturor, shtetëror e tjera, por ishte bërë nga një fondacion kulturor, nga një qendër kulturore private. Ai njeri që ishte i apasionuar, kishte ndërtuar aty diku në një lëndin aty afër Hamburgut, mjedise kështu me hotele, me restorante, me vende për të bërë shfaqje në lëndina, në kështu. Dhe ai her pas here ftonte grupe të ndryshme, kultura të ndryshme, diversitete të ndryshme, dhe ishte krejt privat. Edhe unë më shkoi mendja dhe mendova, kështu do të vi puna edhe në Shqipërinë time, edhe në vendit një në Pse Bilbili? Bilbili sepse unë u përqendrova njëherë te kënga. Dhe këngëtarët, flas për këngëtarët, ata që janë vërtet këngëtarë, ata janë Bilbila. Bilbila, si Bilbila. Por këtu, Frosina, do më ndjesh të them edhe 2 fjalë, sepse vërtet e kam si merak këtë gjë. Unë e ideova këtë, unë do bëj një grup, po si do ta bëj këtë grup, dhe me këtë do ta bëj këtë grup. Atëherë mendova, unë isa nga e para. Thash, unë do të bashkëpunoj dhe do të lidhem me Lefter Çipën. Lefter Çipa ishte njeriu që unë e kisha idhull, edhe unë kisha krijuar lidhje që student me të. Ka që apasionuar dhe i fiksuar isha pas këtij njeriu. Edhe kisha menduar gjithashtu që do të bëja një grup, jo vetëm nga Vlora, po edhe nga Gjirokastra ime. Dhe mendova për 3 persona, 3 korifej, 3 më të mirët e Vranishtit, për shkak të këtyre lidhjeve, 3 më të mirët e Pilurit, 3 më të mirët e Gjirokastrës, ishte grupi i Gjirokastra Arianit gjitha, dhe Lefter Çipën si udhëheqës artistik të saj. Po si do t'ja bënim kësaj, atëherë i dërgoj një shnim Lefter Çipës. Llogaritim ishte 94, nuk ishin kajt kollajta shumë gjëra, edhe ja dërgoj me shoferin e mbajmend me qendrën që ishte nga Vranishti, me autobus, dhe i them, të lutem, dua të takoj në Vlorë në këtë datë, në këtë orë, në këtë vend. Më beso, në datën dhe orën e të saktuar, sepse ne lam të Sazani, takimin, Lefteri i paharruar, i madhi Lefter Çipa, ishte në pjesën e trotuarit nga Kapelja, unë në pjesën tjetër, dhe unë po e shikoja, është ky Lefter Çipa apo nuk është? Lefteri ishte tretur, sepse ai sa ishte i thatë ashtu, siç ishte, po ishte tretur fare. Dhe kur pasaj pam njëri tjetrin dhe u takuam, ulëm te Sazani, filluam këtë bisedë, këtë ide, unë po shikoja që këti njeriu filloi avash do me thënë të merte jetë, të ndryshonte çareja, të ndryshonte, dhe unë e kuptova që ky njeri kishte menduar që këtu ishte fundi, mbaroi kënga, mbaroi vallja, mbaroi folklori, mbaroi deri këtu, dhe ai e priti me një entuziazëm shumë të madh. Dhe ne ato që përcaktuam atë ditë, mbas pak ditësh, dhe e kemi lënë në një nga ditët e dhjetorit, mora leje për tek vilat, për të bërë fotografit, jam bërë fotografit e grupit, pra kanë ardhur të gjithë këta njerëz që nga Ermioni Mërkuri, Qiriako Bala, Arap Celoleska, Sinan Gjoleka, Spiro Cino, Arian Sheu, Mehmet Vishe, dhe morëm dhe Petrit Lulon, kanë ardhur të gjithë në Vlorë, dhe përmes asaj ne pastaj bëm një album, bëm takimet me Dritroa Gollin, me Çezaden, gjitha këto i kemi bërë me Lefterin, që ata dhanë për shtypjet e tyre, që u bë ky albumi, u shtyp në Bullgari, me 36 faqe në shqip dhe në anglisht. Sot grupi? Sot grupi vazhdon në atë tradit, natyrisht njerëzit
janë të tjerë, prej tyre, sepse disa ikën e migracion, disa i ndau jeta, disa kështu, por nga të gjithë, nga ata që firmëtarët e themelimit të grupit, sepse grupi është themeluar në 28 dhjetor të vitit 1994. Do me thënë, po mbush 32 vjetë. Rrugëtim shumë i gjatë. Dhe llogarit, rruga e parë ka qenë në festivalin e Moldavis, dhe pasaj llogarit 2 festivale botërore, në Hollandë në 96-ën, në Rusi në 21-shin, ndërsa vendet e Evropës janë të pakta ato që na kanë mbetur pa vajt. Çfarë mendoni, çfarë thoni kur dëgjoni këngët tuaja të interpretuara nga të rinjt sot? Shiko, një nga problemet që sot ka trashëgimia, po them trashëgimia shpirtërore, kjo e kënduara, është transmetimi. Është se mirë ne tani e morëm nga një brez, e prum deri këtu. Po çfarë do bëhet me këtë? Se ne themi të gjithë është një pasuri e madhe, është një vlerë e madhe. Edhe unë jam optimist, njerë që po shikoj, përpos shumëve që thonë që jo po iku, jo po bëri, jo po si doja bëjmë, unë shikoj që ka të ardhme, sepse shumë të rinj janë të apasionuar, duan që të vazhdojnë, bëjmë përpjekjet e tyre në një formë apo në një tjetër, dhe pse jo, edhe Vlora ka të vetët, por unë do të thoshja këtu edhe si qark, kam pasur rast që ti njofë, sepse drejtoria rajonale e trashëgimisë kulturore këtu ka bërë një punë të jashtëzakonshme, pra instalimi pranë kësaj drejtorie i festivalit folklorik të shkollave, për mua ka qenë gjëja më e mirë që ka ndodhur, dhe në gjithë këto vite, sepse unë jo vetëm kur punoja atje, po edhe më vonë më kanë angazhuar me jurit, me kujdesin, me përzgjedhjen, dhe unë kam parë që nga Konispoli, edhe sidomos Delvina, shkollat Sarandës e tjera, të jenë shumë të angazhuara dhe të bën shumë përshtypje dashuria që ata kanë. Jeton, zhvillohet, por duhet të ketë më shumë mbështetje, gjithsesi. Mbështetje natyrisht, po shiko, Frosina, varet shumë sepse me të rinj varet se si punon, si koncepton. Unë po sjell një përvojë të Bashkisë Selenicës. Kemi 2-3 vjet, ka 2-3 vjet kjo bashki, që aktivitetet kulturore i mbështet të rinia shkollore. Të rinia shkollore mbështeten, po them unë, ditët e nëntorit, festat e nëntorit, atje mbështeten festat ndryshme që kanë apo festivale, dhe unë shikoj një interesim shumë të madh, bile kanë hyrë në një garë shkollat që kush e kush ta bëj grupin më të mirë apo vallen më të mirë. Sepse ata do trashëgojnë dhe ata do ta përcjellin. Dhe për herë të parë këtë vit do të zhvillohet një festival me të gjitha shkollat e Selenicës në Gjormë në një qershor. Pra festival folklorik i mirëfillt. Këto janë, aman ç'tregon kjo? Kjo tregon që fëmijëve nuk mungon dashuria, po ata duhet t'i futësh në këtë rrugë, duhet t'i gjesh mënyrën, duhet t'i gjesh atë, sepse ekziston dashuria. Kërkohet mbështetje. Se më kujtojnë pak të gjitha aktivitetet tuaja jashtë vendit. Performoni jashtë vendit me Shqipërinë në zemër. Si reflektohet kjo në komunikimin me auditor që themi të huaj? Janë spektator, janë njerëz që e duan folklorin, por që nuk e kuptojnë gjuhën shqipe. Shiko, kam pasur ka herë mendimin që të kesh një grup që të menaxhoj vlerat të folklorit tënd, është një përgjegjësi shumë e madhe. Pra, është përgjegjësia edhe në raport me produktin, pra me këtë këngë, me këtë valle që përcjell, po është edhe me vendin tënd, sepse atje do të kesh flamurin tënd kudo, sepse të gjitha shtetet pjesëmarrëse kanë flamurin e tyre. Dhe mua gjithmonë më del përpara ky flamuri që përpiqem të mos I lejoj vetes as degradime,
as hajde po dalim një koncert për koncert, as për të thënë se këta nuk e njohin, nuk e din këngën tonë, nuk e përkthejnë dot. Pra, sa më serios që ti jesh në këto, edhe me performancat, edhe me veshjen, me të gjitha, duhet të jesh jashtëzakonisht i kujdesshëm. Dhe unë këtë gjë me grupin Bilbili jam përpjekur ta bëj mirë. Ku jeni surprizuar më shumë, Sejmen? Ka një ndodhi? Shiko. Që jeni surprizuar nga prania dhe nga ajo mbështetja që ju ka dhënë publiku juaj? Unë po të them këtë. Do me thënë, në shumë, sepse vendet të tjera bëjnë festivale me shumë grupe, shumë të mëdha. Se kanë dhe mundësira ekonomike, kanë dhe kështu, por kanë nxjerrë konkluzionin që ne bëjmë beli. Në kuptimin që edhe pse ne jemi, për shumë, po marrë një rast, unë ishim herë në një festival në Itali, në Palazzo Zanello, një komunë këtu në jug. Dhe atje kishte shumë grupe, po marrë unë vesh të tjerave ishte një grup nga Serbia. Me 2 valizhe ishin ata, që kishin 2 kostume, po kostume nga maja e këpucës deri në qylafin lartë, ajo maja e festeve të tyre. Edhe pse ishin kaq të përgatitur, edhe pse dukeshin si atlet, si kështu, përsëri folklori jon, e kupton atje, do me thënë, krijonte një tjetër prezencë, një tjetër, sepse duken spektatorët kur të ndjekin, që nga përqendrimi, që nga duar trokitja. Pra, sa më autentik që është ky folklori jon, sa më i drejt për drejt që është, aq më i mirëpritur është. Ndërsa për këngën polifonike, sepse kënga polifonike është një çik e vështirë për të përcjellë për këto skenat e mëdha kështu në publik të madh, por ata shikojnë, u bën përshtypje që çfarë është kjo, nga ana vjen, si mund të vjen, si mund të harmonizohen këto. Ndërsa në një koncert, në një kështjell të Francës që ne ishim para 2 vjetës, në mos gaboj, që ishim midis Zvicrës dhe Francës, atje unë jam befasuar nga pritja që ata i bënin këngës tonë polifonike. Në thënë llogarit këngë të Tajres, të dëfrimit, të këtyre... Këngë ku gjumon iso polifonia dhe ata e gjejnë veten. Po, u bën ndoshta përshtypje si një miksim që u bëhet këtyre zërave. U bën përshtypje. Megjithatë flasim në ato vende që folklori ruhet më shumë, apo përgjithsisht ju keni patur gjithmonë, domethënë e keni parë këtë angazhim tek spektatori, e ka shumë prioritet folklorin apo se ka? Shiko, unë do të them një gjë. Në festivalin e 95-ës në Moldavi, në festivalin e Kriulenit, një qytet aty afër Kishinja, kryeqytetit. Jam dëshmimtar që 2 profesora hungarez, se ne ku i njihnim, ne ku ne kishim dëgjuar profesora, po kështu, ishin tamam profesora me mjekër edhe në kuptimin fizik të tyre. Ata kanë marrë treshen e Dukatit, kisha atëherë të madhin Leko Gjoleka, Sulo Bojani, dhe me thënë të paruarit, po edhe Bego Vangjeli, a i kam betë prej tyre. Edhe unë i them Bego të paqim sa më shumë, sepse ti tani je edhe për ata 2 që s'janë më, dhe ata janë manitur. Ata bënin regjistrime dhe abiteshin. Si ka mundësi këta 3 veta bëjnë një melodi të tillë, sepse ata bënin vetë marrjen, vetë kthimin, vetë hedhjen, vetë ison. Domethënë këngë monumentale. Dhe unë nga këto nisem që them që kënga jonë është unikale, është e veçantë. Sejmen Gjokoli, jeni një tekst shkrues, të them, shumë egzigjent. I shkruani tekstet e këngëve, por kam vënë në re për shumë dhe në rrjetet sociale, që nëse doni të përshëndesni një mik, e përshëndesni dhe me vargje. Dhe kjo është dhunti, patjetër. Cili është raporti i zemrës dhe mendjes? Kush e prodhon tekstin e bukur? Shiko, në këto raste është gjithmonë është zemra ajo që e vën lëvizje dhe indet e tjera. Unë vërtet i kam qejf këto për shkak të, unë natyrisht
më hop, apo më shumë jam marrë me linje, po them, gazetarisë, të kësaj, që kam ushtruar qysh prej shkollës mesme, edhe që kisha qef të botoja në këto të përditshmet që ishin atëre, po edhe më vonë, po edhe vargun e kam qef. Po unë kam qef atë vargun më shumë popullor, unë kam metrikën e Agim Sheut, po them, ose të këtyre, ndërkohë që poezia pasaj, ju e dini më mirë se unë, se jeni fushës, që poezia pasaj është tjetër gjë, është organizim, tani është bërë dhe vargu i lirë, që është mbi zotron, por unë, aman, këto që më pëlqejnë edhe që dua t'i bëj, për shembull, më vjen mirë që i bëj mirë. Cili është vargu, apo teksti që ju përfaqëson, mund të më thoni? Ke bërë me qindra? Po, shiko, kam bërë, po nga që janë edhe shumë janë për këngët e tyre. Më thuaj dy vargje të bukura, që ti mendon se janë të tua. Atëre le të citoj disa vargje të një këngë që unë ja kam kushtuar vendlindjes time dhe që këngëtari madh Bilbili i Labris edhe i jugut e i Shqipëris Petri Luloja e ka kënduar në atë mënyrë që ajo tashmë është kthyer në një hit për të gjithë zhulatasit kudo që rojnë e punojnë anën banë botës. Është një vend në Labëri, malesh lartë, me të bukur histori, zemër zjarrt, rrotull malet si kuror, hije rënd, për zhulatin e kuvendit roje bëjnë. Pa është një tekst që përmbledh të gjithë historinë e zhulatit në shekuj, është një tekst që ka brenda edhe histori, ka edhe male, ka edhe këngë, ka edhe njerëz të cilët e kanë bërë këtë histori. Por njeriu për vendlindjen është gjithmonë i obliguar edhe është në borxh për t'i kushtuar sa të mund vargje apo krijime të tjera. Dhe unë do të veçoja këtu edhe një poemë titulluar Zhulati ku linda unë, ku në të gjendet zhulati me ato male, me ato gryka, me ato qafa, me atë lumë që kalon në zallë, me fiqt, me rusht, me mollët, me dardhat, me kopet, me zile e këmbor, me dasmat e me dollin labe, me fyellin, me dyjaren, me të gjitha, me vallen e burrave që është nga më të mirat në Labri. Pra është ai zhulati parë që unë kam njohur në fëminiri dhe që ato vegime më ndjekin pas në çdo hap të jetës. Unë sa herë që më është dashur të bëj këngë, unë kam bërë këngë që të dëgjohet fjala, këngë pa këto refrenet e gjata, këngë maksimumi me 2 vargje, këngë që fjala të bëjt vetën dhe pastaj kënga të bëjt vetën. Që teksohet teksti, sepse përgjithsisht përsëriten. E para, shiko, jo më këtë thonë, e para është fjala. Dhe më beso, nuk dua të regojmë kështu, po unë kur dëgjoj disa këngë njate njite që su dihet kur fillon e kur mbaron, ajo s'ka lidhje fare me mua. Ose një përsëritje pa fundet. Nuk ka lidhje me mua, jo, këngët shiko, këngët e popullit kanë qenë tjetër gjë. Ai thoshte, Maja u bëvd gur, shkon një bejk me një kushull, të dy në valle quzun, syzeza që hit në gjunj. E kupton, llogarit. Zëri saj këmborë ngjurë, ato këmborët e bagtive. Llogarit, vargje. Gjitha fjalë baritore, fjalë të jetës, të përditshme. Ose i thoshte ai, te pjergulla në avli, që gremiq i varfëri, e janë i më merrni, te mikja shpjemëni. Ajo di të bëj jaki me atë syrin e zy, e të tjera, po e kupton, po këto e kupton ngrën të dekurin nga varri. Jo, po tani rrinë ne gjëja atje këtu, janë vargje që ju emocionojnë. Ka vargje që nuk emocionojnë kur ju i lexoni? Po sa të duash. Sa të duash. Sa të duash. Bile
bile ndonjëherë se këta që merren tani se e para është që u bën të gjithë drejtues grupesh, u bën të gjithë menaxher arti, u bën ti e di Frosina që unë për të mësuar ca gjëra që sepse koha bën vetën, koha ecën me shumë shpejtësi. Mua më është dashur që në një moshë të kozdorueshme, para nuk e di sa mund të ketë 12 vjetë, sa më shumë, unë të mbroj menaxhim arti, pra të bëj një specializim për trashëgiminë kulturore, po në linjën e menaxhimit të artit, sepse ne flasim të gjithë, po ta shikosh, atje këtu, por është tjetër gjë. Të drejtosh një grup, të organizosh një grup, është përgjegjësi e jashtëzakonshme. Do me thënë, është ti ke menaxhuar kulturën e popullit tënd, dhe kjo është me shumë rëndësi. Unë nuk e di, unë dëshiroj shumë, është privilegj, por dhe përgjegjësi e madhe. I them ndonjërit, ose them për ndonjërin, që i mbushet mendja kështu, ore them, në qoftë se ky njeri këtë gjë bën se ato të zëmra, se bën vërtet, i ka fuqit, i ka aftësit, i ka këto që të bëj një organizim të tillë, halal i qoftë. Po në qoftë se ky këtë gjë e bën sepse ka bërë dhe X-i dhe Y-i, e të thotë pse ai e bëj edhe unë, pse mos është ai më i mirë nga unë, edhe futet në një rrjedhë të tillë, është keq, se i bën keq kulturës. Prandaj edhe thash është dhe përgjegjësi një angazhim i tillë. Festivali folklorik ndërkombëtar Aulona Internacional Folk, kur ju prezantova në fillim, në hyrjet e emisionit, unë thash pikërisht famën që ju tashmë e keni marrë. E keni marrë si aktivist i kulturës, si njeri angazhuar me kulturën në qytet, por them, për post këtij profili kaq të realizuar, unë them që famën më të madhe ju e ka dhënë ky festival. Si lindi ideja që sot ai përkon me 18 vjetorin, këtë vit? Po, këtë vit. Shiko, mbasi pas shumë çfarë bëhej në botë. Shumë festivale, po thoshja, po mirë, po ne, sidomos kur shikoja Vlorën, madje Vlorën e vitit 2008, që gjithmonë më është dukur e bukur. Thoshja, a nuk e meriton. Edhe sebep si fillim u bë një qenie ime në Ulqin, koincidoi që atje të nesërmen hapej sezoni turistik. Dhe bëhej një skenë e madhe, atje poshtë ku është plazhi, poshtë Kështjellës, edhe unë pyeta, çfarë nesër është një festival shumë i madh këtu, sepse çelet sezoni turistik. Kjo më ngacmoi. Po Vlora. Ndërkohë, me miqtë e mi, Petrit Rukën të paharuarit, të njeriu e jashtëzakonshëm, si krijues, si njeri, si të gjitha, po edhe Vasotole, muzikolog i madh i Shqipërisë. Duke pirë një kafe në Tiranë, edhe unë hapa këto biseda për Vlorën, për trashëgimin, për kështu. Edhe lindi që, po, Vlora mund të mbaj një festival. Një festival ndërkombëtar. Në Shqipëri askund nuk ishte zhvilluar asnjë gjë e kësaj natyre, jo, po as gjëra më të vogla. Ashtu e bëra këtë projekt, e paraqeta. Dhe filloi, u aprovua nga bashkia, dhe sezoni turistik çelej me këtë. Po ju kujtohet që nga plazhi i ri, që nga këtu tek shtëpia muze e Pavarësisë, këtu para universitetit sheshe disa herë, shpallej, pra bashkia aty bënte shpalljen e këtij. Bile mua më kujtohet njerë këtu, kur u ndodhe Edi Rama, atëherë nuk ishte kryeministër, edhe i shfryzoi këta si dekor, këta që ishin gjithë me ato veshjet e bukura, llogaritët vinë këtu nga Slovakia, nga Polonia, çfarë bëhet, edhe vazhdoi në këtë traditë, fal gjithmonë mirëkuptimit të kryetarëve të bashkisë të Vlorës. Pra të bashkëpunimit institucional që kërkon patjetër. Të mirëpritjes që i kanë bërë, sepse këto projekte nuk zhvillohen me dëshira. Nuk kështu, këto janë projekte të mëdha,
Ministria nuk ka qenë aq shumë mirëkuptuese, do me thënë ka qenë mirëkuptuese me fjalë, po me vepra e kupton, Ministria bën një sponsorizim shumë minimal. Kështu që unë sinqerisht gjej rastin këtu i të falenderoj edhe kryetarët e bashkive të gjithë kësaj kohe që në këto 18 vite që ka ky festival, po edhe këshillat bashkiake që e kanë mbështetur dhe Festivali është kthyer në një festë popullore në Vlorë. Çdo maj, përgjithsisht në maj. Përgjithsisht në maj, sepse këtu ka qenë një vendim i Këshillit Bashkiak që sezoni turistik çelej në të shtunën e 2 të muajit maj. Rreth 14 maj ka qenë, pastaj erdhi duke kështu, pastaj më vonë u trajtua sikur gjithë maj do të ishte për sezonin turistik. Edhe kjo s'ka gjë të keqe, nuk e di si do të vazhdoj, por për mua sa më shumë të ketë aktivitete, aq më mirë. Por ja vlen të jenë edhe para pikut sezonit turistik, jo për gjë. Po këtu, sepse e mira këtu do ishte muaj korrik, muaj ngushtë që të bëjë nami. Por problemi është që këtu nuk ke mundësi akomoduese, nuk ke mundësi, sepse janë turista dhe kështu dhe pastaj janë çmime shumë të larta. Sejmen, si ndihesh kur ndoshta ta thonë qytetarët, ose ndoshta e shikon me syrin tënd, kur rrugët tona, bulevardi Ismail Qemali, nga sheshi Flamurit, mbushet me folkloristë të huaj, me kostumet shumë ngjyrshe, në ato marshimet, në ato paradat që organizohen. Shikom, e para më vjen mirë që Vlora në radhë parë, pasaj festivali, i fut në një agendë shumë të rëndësishme kështu turistike, dhe ky festival ka vendin e vetë. Ka vendin e vetë sepse të gjitha ata që vinë këtu, përmes rrjeteve sociale, përmes të gjitha këtyre mundësive sot të promocionit, bëjnë një promocion të jashtëzakonshëm. Do me thënë, unë që kam lidhje dhe që ndjek faqet e tyre kështu, me fotografi, me imazhe të ndryshme, me plazhe, me të gjitha, do me thënë, shërbem pra krahas kësaj që krijon një kënaqësi estetike, po them unë, përmbush një anë shpirtërore të këtyre qytetarëve, e kupton, me folk evropian, edhe deri se këtu ka ardhur edhe nga Kina asambël, ai krijon edhe në tërësi një klim shumë pozitive, edhe këtë kanë festivalet. Unë kam thënë dikur që Evropa, sidomos po dhe bota, që unë kam eksperiencë në Kinës që është do të bësh emisione të tëra në vete, noton në festivale. Se ne në duket sikur ne shqiptarët jemi anakronik, kështu që merremi me festivale, merremi me grupe, merremi me këto robat. Bota këto i ka kthyer në art. Është e habitshme. Këtu frosina vinë, këtu vinë asamble të kuruara në një mënyrë fantastike. Po këto asamble ti duhet ta dish që ka sa, jo thjesht universiteteve, janë të fakulteteve. Ka asambël fakultetit azëm ekonomik në universitetin e, po themun, po në një qytet në Poloni, në Varshavë. Do me thënë, ka një interesim të jashtëzakonshëm. Dhe unë ndonjëherë ndjej vështirësi për të marrë disa grupe shumë të mira, dhe një nga ata probleme është sepse duke qenë në maj, është një kohë, një sezon provimesh edhe vështirësohen studentët, sepse janë studentë të gjithë. Sejmen, jeni i vlerësuar, sa po thash dhe nga qytetarët e Vlorës që i kërkojnë këto evente që janë kthyer tashmë në festa popullore, po ndërkohë jeni dhe personaliteti i kulturës që jeni vlerësuar që nga presidenti i Republikës, duhet i lexoj pak urdhrin e infrashëri argjënd, mjeshtri i madh, si të mban pastaj edhe tituj të tjerë, personaliteti i shquar i Labëris apo dhe mëtej. Mendoni që jeni i mirë vlerësuar? Shiko, çdo vlerësim natyrisht ka atë ndjesinë e vet që njeriu t'i vjen, po unë duhet të them që në të gjitha këto vlerësime një gjë kam, që s'kam kapur asnjë nga xhaketa për të thënë ndonjë fjalë, ndonjë kështu, bile jam befasuar në shumë raste. Dhe të mos merrem me ato presidenciale, të them këtë të Labërisë.
Unë kam qenë për shumë vite këtu kryetari i degës së Vlorës dhe jam manitur që në një aktivitet që ne kishim teatr, nuk e di, a ishte ky që ne vlerësuam 36 antarët e klubit patriotik Labëria me rast në 100 vjetorit në 2008, a nuk e di një aktivitet tjetër, dhe veç kur ishte duke më mbyllur aktiviteti, atëre Fatmir To që ka qenë në kryetari i forumit të Labëris, është ngritur edhe ka thënë që dale se kemi një kështu për të ndarë një vlerësim të forumit të Labëris nga shoqata Labëria, kombëtare, që u dha personaliteti i Labëris. Do me thënë, kur këto ndodhin kështu, mirë se të vinë. Ndërsa kur shikoj çfarë bëhet, e kupton, në për kështu që ca marrin dhe bataniet, kam thënë për njërin unë, që rrezik me batanie rinë ato oboret e presidencës, se është një lulishte e mirë aty, që të marrë atë vlerësimin e radhës. Kështu që ndjehem mirë që janë bërë pa... Ta kanë bërë vlerësimin pa e kërkuar. Pa e kërkuar. Po. Jemi tek koha dhe trashëgimia. Ne folëm gjatë gjithë kohës për këtë trashëgimi, për këtë pasuri, për këtë begati kulturore që kemi. Si e shihni ju sot? Folëm pak më përpara që ka dhe keq trajtime. Sa ju dhëmb juve kjo dukuri e zhbërjes së disa vlerave? Shiko, pra unë jam ai që them që jam optimist për ecurim për të ardhmen, por unë prap them që në rast se nuk do të vlerësohet më mirë, që të vijen disa frena, disa mekanizma, kështu për të orientuar ca gjëra, mund edhe të kalohet në degradime dhe në degenerime. Dhe kjo më dhëm shumë. Më dhëm shumë sepse shikoj që të gjithë po bjerrin mbas lekut, mbas paras. Unë di këtë, që as i mat e as të tjerë këta burra që unë i kam njohur deri sot, nuk kanë rendur pas parave. Sa do që kanë qenë fukarenj, sa do që kanë qenë me probleme ekonomike, e kupton, ata këngën e kanë bërë këngë, nuk e kanë ngatruar këngën me tregtin. Dërsa unë po shikoj tani që kënga po kthehet në një treg, në një pazar. Do me thënë, më bën ti një këngë mua na këto lekët, ti ma bile mua më bën qik Skënderbe fare edhe kështu se edhe puna Skënderbeu do u bë tani që duket sikur po e shleftësojnë në kaq shumë e zënë në gojë, edhe kjo më vjen keq. Pastaj tjetër, Labëria e ka qarë me logatje edhe burri logat. Do me thënë, ajo që ka bërë Zeqo Kallarati, Zeqo Hoxha i Kallaratit, a ishtë një monument shpirtëror i homofonis labe, i borojitje së burrit. Po ashtu po. Edhe ka ndodhur dhe në kohët e parë. Ndërsa tani po ta shikosh grupet tëra u këndojnë të vdekurve, u këndojnë atyre që ndajnë nga jeta, u këndojnë atyre që rëzojnë me një makinë që bile pa e ditur fare dhe kujti këndojnë, po na 5 lek këtu na ide. Kjo është tronditse. Jam munduar ta përcjell këtë si mesazh që duhet jemi të kujdesshëm drejt të haj. Se e para vetë ai i dashuri është shumë e vështirë për t'i dëgjuar. Këto janë këngë dhimbje, janë këngë që këto përjetohen një kështu, po ato kur bëhen pasaj edhe publike, ato bëhen çik të vështira. Dhe qëndrojmë pak tek isopolifonia, Sejmen. Bashkë dim, të gjithë e dim që në vitin 2005 institucioni prestigjos i kulturës UNESCO e ka shpallur isopolifonin kryevepër të trashëgimisë gojore të njerëzimit. Por njëkohësisht sot përcillet me debate. Isopolifoni apo polifoni? Frosina, jam i mirë azhurnuar me këtë situatë, ndonse ne si Vlorë, unë bajmën në 2005,
kemi bërë dhe një si shoqat Labria këtu, kemi bërë një aktivitet nga më të bukurit që ka ndodhur me okelion faleminderit UNESCO, mbasi këtu ka ardhur ambasadorja e shqiptare në UNESCO Tatjana Gjonaj dhe zëvendës presidenti i UNESCO-s për ata që kishin bërë çmos që dosja shqiptare e kupton të fitonte vlerësimin, sepse një u shpall atje në 70 shtete që ishin, në 70 dosje, njëra u shpall kryevepre trashëgimisë gojore të njerëzimit, dhe kjo ishte kënga jonë. Dhe bëm nderimet e duhura, bile ata u shpallën edhe kështu mirënjohje e qytetit, me sa mbaj mend. Atëherë në këtë kohë bile Ministri i Kulturës ka qenë Buja Leskaj, atëherë që ka dërguar dhe një përshëndetje këtu në pamundësi për të ardhur vetë, dhe që u vendos me një vendim të Ministrisë që 25 nëntori të ishte gjithmonë zhvillimi i një festivali tipologjik të kësaj dukurie, isopolifonik në Vlorë. Dhe disa vite u bë, kjo pastaj erdhi ca kohë u bjerë fare u hoj, tani thonë një herë në 2 vjet e tjera, por unë di të them këtë që deri në 2018 që unë isha nënkryetari i përgjithshëm i Labrisë, i forumit Labrisë. As u trajtua ndonjëherë ky problem. Kishte zëra, kishte jo pse isopolifoni, jo polifoni, por që të ishte trajtuar kështu i tamirte edhe shoqata e Labrisë në ballë nuk kishte. Sepse ne e para nuk mund të fusnim shoqatën në një ndasi të tillë mes njerëzve, mes lebrëve. Dhe e treta, unë po shikoja që këtu nuk po jepeshin ato shpjegime që duheshin. Sepse kryevepër e trashëgimisë nuk u shpall kënga labe. Kënga labe as ka thënë njeri që mos tjetë këngë labe. Dhe në këtë ma besoni, unë kam shkruar rreth 500 faqe në këta korifejt e Labrisë, në volumin e parë janë dhe po gati kaj për vëllimin e dytë, dhe nuk e kam përmendur njëherë fjalën isopolifoni të shkruar apo me gojë, sepse nuk më duhet, sepse unë jam në trevën e Labrisë, flasim për këngën labe, flasim për borat e Labrisë. Pra, isopolifonia është shumë e gjërë. Isopolifonia përmbledh të gjitha zonat etnokulturore që këndojnë këngë me iso. Por që nga Qelo Mezani i Rogozhinës, që nga Devolli, kënga Devollice, që nga kënga e Demir Zykos e Skraparit, e Gramshit, e Librajtit, e Elbasanit, kënga e Myzeqes, e Mallakastrës, e Përmetit, e deri në trevat e Çamrisë, pra të gjitha këto janë me iso. Do me thënë, baza është isua, dhe për mua nuk ka ndonjë gjë të keqe. Bile, edhe kur spekulohet tjetër, është dhënë certifikata e shkruar, e vullosur, ku thot isopolifonia shqiptare, shqiptare, shpallet nga UNESCO kryevepër e trashëgimisë gojore të njerëzimit. Dhe kjo është e shkruar në anglisht, që do të thot në shqip, kënga polifonike me iso shqiptare, shpallet kryevepër, dhe këta thonë, jo greke, jo shqiptare. Po tjetë për greke, polifonia është më greke se isua. Pak të nisua, tingëllon shqiptare, e plot shqiptare. Dhe pse ti futim në njerëzit në këtë, tani jo, po kështu, po të shikosh disa, do të hedhëm në gjyk, këtë do hedhësh në gjyk. Në qoftë se ka një vlerë, ky shtet, për post të tjerave që mund të ketë, është që të paktën me punën e tij në atë kohë të saktuar, arriti që të shpallë një kryevepër, është kryevepër botërore, shpirtërore. Dhe unë them, në qoftë se Franca ka në Paris kullën e Eiffel, ne kemi këngën tonë polifonike. Pra,
Kjo mua më duket një keqdashje, ose si që jemi ne ndonjëherë që për inat të njërit, apo të tjetër, apo për xhelozi, e kupton e bëjnë këto. Absolutisht. Sejmen, teknikisht, dy elementet kryesor të çdo këngë që përfshin isopolifonia janë marsi, hedhsi, apo jo? Është marsi, është kthyesi, është hedhsi dhe është isu. Dhe është isua e fuqishme. Janë 4 elementet. Dhe këto të gjitha përfshihen në këtë që ne themi isopolifoni. Po. Apo jo? Përfshihen dhe në ato që ne themi kënga labe. Për laben po. Për laben po. Për mallakastrët po, për atë tjetrin po, se kanë gjithë specifikt e tyre. Për shembull, Skrapari apo kodu Gramsci apo do e kanë ndryshe, ata fillon isua në fillim. Shtrohet isua, mbasi shtrohet isua fillon kënga. A janë të gjithë këto elemente? Të 4 elemente. Pastaj këto mund të bëjë edhe një gjysmë iso tjetër. Po një gjë, më fal Frosina, se është rasti dhe këtë ta them, se ne duket ndonjëherë kjo është dhe tendence e tona, e shqiptarëve, e kupton, sigur ne jemi qendër e botës, sigur rreth ne, e kupton, rrotullohet tërë, edhe kështu po ndodhe me këtë gjë. Po unë që kam dëgjuar shumë, unë që kam dëgjuar dhe polifoni, po themu lituaneze, dhe polifoni, ku e diju që të them unë, ma dje do të them, kam dëgjuar unë polifoni në Kinë, që unë vetë kam lënë mëndjen. Si mund të bëhet? Kam lënë mëndjen, e kam regjistruar, e kam edhe në YouTube, e keni në YouTube, mund të shikoni. Po e diti që unë në Kinë, kam deshur edhe këngë me 2 veta, por u mungon të një që t'ishte si treshje edukatit, po dorën e vinin tamam si kur kishin parë lekon, begon edhe sulon edukatit. Ja kështu si që po e unë tani. Dhe unë i kam të gjitha këto të regjistruara. Pra, ne mendojmë si kur ne, ndërsa unë po thoshja, së zhjefare kënga jonë që bënë para këtyre. Qarë bënin ata, si kombinoni, si trajtoni të gjithë në mënyrë vokale, të gjithë pas instrument. Jeni në një rrugë gati 66 vjeçare në përkushtim të folklorit, të këngës, isopolifonis, etj. Kujt ja dedikoni? Kujt i drejtohet Mirënjohja në këtë rrugë 66 vjeçare? Si u Frosina, unë jetën time e kam ndarë, e kam kaluar midis 2 përkushtimeve të mëdha. E para është kjo që se këtë unë e lidh që prej fëminis, dhe e dyta është profesioni jemi inxhinierit minierës. Dhe unë sa herë më vjen që të tindaj, apo të them diçka rreth këtyre, unë them që këto të dyja kanë buruar të dyja dashuri, sepse kanë bëjnë të dyja me pasuri. Ndërsa njëra del nga nën toka, tjetra del nga shpirti. Dhe për mua të dyja janë të dashura, sepse ta dish, unë ndje e mirë edhe në atë punën e inxhinierit, atë punë për rreth 15 vite që e kam bërë minierët e Memaliejt, që kam darë rinin time me ata njerëz atje, që kam mësuar shumë, që i dedikohem shumë kësaj gjendjes time sociale, do më jam shumë sociale, jam shumë i dhënë për njerëzit për këto, ja kushtoj asaj Memalia, i atyre njerëzve që të dy palët, unë inxhinier me diplom, e ata punëtor pa diplom, e fusnim kokën 500 metra në tokë, dhe urimi ishte dalqim mirë. Kështu që mua të gjitha këto profesionet e tjera mbi tokë, më janë dukur gjithmonë gjërat më të lehta që ekzistojnë, dhe gjërat që do t'i bëja, as do t'i bëja, do të nuk e di. Por të minierës ta garantoj që e kam bërë mirë. Po, nëse do t'i flisnit sot, djaloshit 14 vjeçar, Sejmen Gjakoli, çfarë do t'i thoshit? Do të thoshja t'jem krenar për rrugën që kam ndjekur, ka qenë rrugë me njerëzit dhe për njerëzit, ka qenë një përpjekje për tej interesave të mia, personale, për t'i shërbyer sa më shumë vendit tim, njerëzve të mi,
asaj që ju thatë në fillim që këtë grupin e kemi bërë si një familje është vërtet i tillë, dhe unë do të thoshja u shtofshin ata njerëz që vërtet bëjnë bashkime, bëjnë miksime për të bërë gjëra sa më të mira në shërbim njerë të familjes, të shoqërisë, të qytetit edhe të vendit. Për çfarë do dhe dëshiron që të mbetesh në kujtesën e njerëzve? Si njeri që keq nuk kam bërë e s'kam dash të bëj asnjëherë. Bukur, shumë bukur. Shkojmë tani tek 3 çështjet e fundit që unë i kam në formën dhe të komentit. Komentojmë bashk. Qesh me të gjithë, por mos i beso askujt. Ku është Sejmeni këtu? Këtu nuk kështu se u besoj shumë, edhe kështu nuk e ndaj do. Bile do njerë nga që vetë asnjëherë nuk shtirem, nuk kështu, jam i drejt për drejt, aty që kam unë e them. Edhe si që kam thënë, edhe kur ka qenë puna që jam marrë në pak politik, edhe deri më sot. Kështu që këtu mund të jetë pak një defekt. Shumë shkurt, cila është ngjarja politike ose jo në vend që do ta komentosh dhe ajo që nuk do ta komentosh? Por ta shumë shkurt, se jemi në minutat e fundit. Shiko, kjo është një temë që unë mund të flas shumë, sepse kam më qelloi, më zuri hera, më zuri koha në një moment dhe kupton që o do të riqesh e mbrapa edhe do kaloje në një indiferentizëm, o do të vazhdoje në bindjet e tua, pastaj unë vazhdova bindjet e mia, që i kisha të majta, edhe u përshiva në të gjitha këto vorbullat të kohës, në një pozicion që të paktën prej referendumit të 94 më gjeti në një pozicion që merreshi me propagandën, me këto në atë selin që ne kishim Partisë Socialiste edhe në gjitha shtabet e mvosme, ky ka qenë pozicioni im, por si gjëra që më kanë mbetur në mendje, më kanë mbetur ato mitingjet që ne i bënim me një të majtë shumë idealiste në opozit, me një të majtë shumë idealiste, me njerëz shumë idealist, po dhe me njerëz shumë të mençur, sepse kam patur rast të njoh shumë personalitetet të politikës shqiptare, edhe që mezi bënim ato mitingje, që vinin figura të tilla si Servet Plumi, po të çfarë nuk të pëlqen të komentosh? Shiko, nuk Që e refuzon? Refuzoj kështu disa veprime, apo kështu që disa njerëz mund t'i bëjnë më mirë dhe nuk i bëjnë. Që kanë mundësi të zgjidhen më shpejt dhe nuk e zgjidhen, që kanë mundësi që të vënë pikën mirë dhe nuk e vënë, që kanë mundësi ta bëjnë më të mirë ndonjë gjë dhe nuk e bëjnë. Do janë disa gjëra që nuk duhet. Për lider politik flet këtu? Edhe për drejtues lokal, po, institucionesh. Shiko, ka një gjë, kam qenë shumë i dhënë mbas administratës dhe mbas institucioneve. Unë flamurin e Vlorës, se nuk është halli se unë kam qenë burr më i mirë se të tjerët, po unë kisha një flamur që se kishin të tjerët, kisha flamurin e Vlorës. Dhe unë, Frosina, ndrova për gati 9 vjet 9 ministra. Dhe më beso se ke qenë pjesë në shumë prej këtyre, unë 8 prej tyre i pruar në Vlorë. Dhe nuk i prura, e them ndonjëherë unë, as për të nër peshk, as për të nër dreka e darka. I kam prur gjitha bazuar në ato propozime që unë u bëja për të folë këtu për punësimin, që mund të bënim në Vlorën, në takime të kuruara, në takime që krahas ministrit, ishte prefekti, ishte kryetari bashkisë, ishte kryetari qarkut. Dhe ishin pastaj punëdhënës dhe punëmarrës. Pra janë 8 të tillë, janë të gjithë me fotografi dhe me kaseta të filmuara. E unë këto gjëra dua të ndodhin përsëri, sepse në fundit institucionet, administratën, shtetin, jo, e mbajnë këto marrëdhënie. Analiza, diskutime, si të bëjmë më të mirë. Çfarë ju pëlqen të ndiqni në ekranin e një televizioni?
Po më pëlqen njëherë të shikoj jetë, të shikoj çfarë ndodh te ky vendim, çfarë ndodh. Më pëlqen të shikoj, po them, sepse kemi edhe përvoja pozitive. Kemi që njerëz të ndryshëm, biznesmen të ndryshëm, grupe të ndryshme kanë histori sukses, këto duhet na vinë. Kemi pastaj trashëgimin ton. Ne nëse po them Vjena ka çdo datë 1 janar transmeton koncertin e madh të Vjenës, që unë e ndjek prej 15-20 vitesh pa u ndarë nga televizioni, dhe unë kam bërë shkrime për këtë punë, propozime. Të kemi dhe ne koncertin vjenez shqiptar. Pra kush është ky? Ne vërtet s'kemi violinat e Vjenës, por ne kemi artin ton shpirtëror, kemi folklorin ton. Atëherë pse mos televizioni publik shqiptar në fund të vitit mos më bëj mua ca, do me thënë se ka rënë dhe humori tani e ka rënë këto, po këto perrat folklorit ton, që do ketë dhe kënga labe këtu pjesë, të çfaqen për njerëzit. Pra e kam fjalën, ekzistojnë të gjitha mundësitë që televizionet tonat na bien jetën. Siç ju të Teleblus keni filluar të na i bini edhe me një emision për fshatin që unë po e ndjek. Faleminderit. Dhe e fundit, përveç emisioneve kulturore, absolutisht, debati politik të tërheq apo sporti? Nga debati jam larguar publikisht, po jam shumë i qartë kështu po të vi puna, po sporti më pëlqen me thënë drejtën, edhe e ndjek, por më së shumti duhet flas tani për kulturën, për trashëgimin. Faleminderit shumë Sejmen Gjokoli që ishe i pranishëm në Atlas Njerëzor këtu në Blu Televizion. Unë ju falenderoj juve dhe do të dëshiroja që sado pak brezi i ri, këta të rinj që me dëshirë janë futur në rrugën e këngës, në rrugën e kësaj trashëgimie shpirtërore, ta vazhdojnë sepse është e bukur, po njëkohësisht përcillet edhe një mesazh i fortë që vjen nga brezat dhe që ne kemi detyrimin ta çojmë në breza. Faleminderit dhe për mesazhin që përcolle. Dhe me këtë mesazh të bukur, të prekshëm dhe që përcjell vijimsinë e trashëgimisë son kulturore kaq të pasur që e kemi ne shqiptarët, unë e përfundoj këtu emisionin duke ju falenderuar që na ndoqët dhe duke i dhënë takimin radhën tjetër. Faleminderit që na ndoqët.